mirë se vini në episodin e ri të podcastit Rrugtime. Sot kam kënaqësinë që të flas me një grua që ka ndërtuar një karrierë të jashtëzakonshme në fusha të ndryshme, duke filluar nga diplomacia e politika te teknologjia e transformimit digjital. Gjatë karrierës së saj, ajo ka mbajtur pozita të rëndësishme si konsule e përgjithshme e Republikës së Kosovës në New York, zëvendës ministre e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, deputete për disa legjislatura në Kuvendin e Kosovës, këshilltare për transformim digjital dhe Smart City në komunën e Prishtinës, ndërsa sot vazhdon të jetë një zë aktiv në fushën e inteligjencës artificiale dhe fuqizimin e gruas në sektorin teknologjik. E ftuara ime për sot është zonja Teuta Sahaçia. Teuta, mirë se erdhe në Rrugtime. Faleminderit shumë për ftesën dhe mezi po pras të flasim. Teuta, kur e sheh gjithë këtë rrugtim tënde nga diplomacia te leadershipi sot te sektori i teknologjisë, a ka qenë gjithmonë e qartë rruga që ti ke dashur me ndjek? Në fakt, rruga ime ka fillu prej teknologjisë. Unë jam inxhiniere me profesion, jam master i elektronikës dhe shkencave kompjuterike dhe jam gruaja e parë programere në Kosovë. Ky rrugtimi im në fakt ka nis me inxhinieri. Puna ime e parë ka qenë inxhiniere në mirëmbajtje të reportit në Printex të Prizrenit, pastaj programere aty, pastaj në Gjakov ka vazhdu me krijimin e një qendre kompjuterike shumë të sofistikume për atë kohë, me kompaninë e Motorolave, ku në krejt Kosovën kom dizajnu rjete, kemi vendos repetitor, radiobaza e tjera dhe pastaj hyrje në politik, si deputete për disa mandate, si ambasadore dhe konsule e përgjithshme New York, zëvendës ministre, e punëve të jashtme dhe pastaj thash Teut, au boball. Apo kthehesh në rrojt tuja. Apo kthehesh aty ku ke qenë. Edhe u riktheva në teknologji, po ai rikthim nuk ka as pak i lehtë. Pavarësisht këtyre titujve profesional që bart tash në karrierën tënde, kush është Teuta prapa këtyre titujve? Dashka për këtë ata që ndoshta nuk kanë shumë informacion rreth teje, kush është Teuta? Sa rëm pyesin kush është Teuta, thëm Teuta është inxhiniere. Ajo është profesioni me cilin e kom nis karrierën time dhe pa marrë parasysh çfarë do kapuçi kom pas si deputete, si ambasadore, si në çfarë do pozite, di që ato pozitat edhe karriera kanë qenë për një afat. Do me thonë edhe si deputete, edhe si ambasadore, edhe si zëvendës ministre, secila prej tyre ka pas një fillim edhe një mbarim me mandate. Po ajo e cila asnjëherë nuk ka dalë prej modës apo nuk është e kalu është se unë jam inxhiniere, jam një person i cili besoj në teknologji dhe jam një person që besoj që duhet të ndihmojmë të tjerët. Dhe gjatë gjithë rrugtimit tim, ai misioni im që të ndihmoj, sidomos të rritë, sidomos vajzat e reja, të ndihmoj të ngriten në karrierë, qoftë ajo në politik, apo në diplomaci, apo në ekzekutiv, apo në biznes, dhe tash e vazhdoj të njëjtën punë, por në fushën e teknologjisë. Do të thonë Teuta është inxhiniere dhe e ka një mision të fuqizimit të njerëzve që i ka përreth dhe sidomos rive. E përmendet që rikthimi në sektorin ku ti takon pas politikës nuk ka qenë i lehtë prej krejt këtyre profesioneve që ke prek, cilit ka sfidu mas shumë ti? Unë jam një person që i du sfidat. Ato që nuk më i me duru është vetëm qetësia dhe mos me bo asgjë, gjithmonë si duket kom kërku të sfidohem edhe kom kërku që në çfarë do fushë që t'jem, ta jap maksimumin tim që të mbri sa të shte mundun dhe mendoj që për secilën punë që kam pas në karrierë, unë t'jem krenare për çdo minutë që i kom shërby vendit tim në pozita të ndryshme dhe ndihem krenare që sot përsëri ka mundësi që ta vazhdoj atë në fushën e teknologjisë.
E përmendë që misioni jëtë është me ndihmu të rinjët, kryesisht vajzat, qoftë në diplomaci, qoftë në teknologji, qoftë në inovacion. Çka është ndoshta një element që ty të ka mësuar diplomacia e që sot e shfrytëzon në pjesën tjetër të karrierës tënde, edhe që ndoshta ja kishe sugjeruar edhe të tjerëve? Patjetër. Kom pasat nderin që t'i shërbej vendit në New York, në vendin ku është diplomacia e nivelit më të lartë. Dhe në diplomacie kom kuptu sa shumë i duhesh vendit tonë, sa shumë mundesh me i shërby vendit tonë me diplomaci. Kom mësu për ato njansa diplomatike. Dhe gjatë krejt kësaj kohë në diplomacie kom pa që fakturi njeri është ma i rëndësishme. Munden me qenë letrat, munden me qenë notat verbale, munden me qenë protokollet e ndryshme. Po ajo e cila është më e rëndësishme, mendoj që është krijimi i raporteve njerëzore. Krijimi i raporteve njerëzore me njerëz të cilët kanë ndikim dhe të cilët mund t'i ndihmojnë shtetit tonë. Po krijimi i raporteve edhe me ato shtete, edhe me ata njerëz të cilët nuk e njohin Kosovën, të cilët nuk mendojnë mirë për Kosovën. Dhe gjatë kohës sa kom shërby në New York, kom ndërtu një varg të raporteve të jashtëzakonshme me shtetet e ndryshme. Si rezultatet e kësaj diplomacie time kanë qenë për shembull zvoglimi i raportimit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën prej 4 herë në vjet në 2 herë në vjet. Dhe ato e kemi arrit ku një rol të rëndësishëm kom pas edhe une me një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me misionet që janë në Kombet e Bashkume, në radhë të parë me misionin e Amerikës, me ambasadorin ateshme Nikki Haley, me cilën ende kom raporte, me ambasadorin Karin Pierce të Britanisë, me ambasador tjerë të shteteve të ndryshme me të cilët kemi arrit se pa ndihmën e tyre nuk kishim mund të arrijmë. Ose me ambasadorin e Japonisë, kur ambasadori i Japonisë e promovoi verën e Kosovës. Edhe ajo nuk ish ndodh piskfilti, që me u quaj edhe me shkun rau vec me marrë një shishe. Ndoshta se ka dit asku është rau veci. Ose me fol për mjedrat në Gjilan apo në Podujev, apo për karaten, apo për gjëra tjera. Ato kanë qenë të mundshme për shkak të një raporti miqësor që kom ndërtu gjatë atyre viteve me ambasador të ndryshëm, duke ju folur për vendin tim, për gjërat pozitive të cilat janë, dhe duke marrë prej tyre jo vetëm informata, po edhe krijimin e urave të ndryshme të miqësisë. Kom pas kënaqësinë që në 3 raste të nënshkruaj marrëdhënie diplomatike me shtetet të ndryshme dhe të fuqizoj raportin e Kosovës me këto shtete, po edhe afrimin me shtetet e cilat për momentin nuk na ka njoft ma vonë ose ende janë në pritje. Dhe mendoj që diplomacia ka qenë kjo, ndërtimi i raporteve njerëzore, mirë kuptimi, ndërtimi i urave që bashkojnë në asnjë mënyrë rrëzimi i urave të miqësisë. Krejt këto anët pozitive që ti ka jep diplomacia, por dhe ti vetë si person që i ke ndërtu, e dim që çdo sukses mbrapa ka dhe sfida. Cila ka qenë ndoshta një prej sfidave më të mëdha që ti je përballë dhe ndoshta për një moment ke menduar që ako mi a dal? Në diplomaci apo gjatë jetës? Gjatë jetës, gjatë tërë karrierës. Po sfidat gjithmonë janë aty. Gjithmonë janë. Të shkojmë shumë mbrapa. Në gjimnaz, unë kom qenë nxënëse e gjimnazit matematikor, kanë qenë vetëm 3 qase gjimnaze në krejt Jugoslavinë. Një ka qenë në Prishtina, aty ku është sot AUK-u, apo Arajtia. Një ka qenë në afër Beogradit, tjetra në Karlovc, dhe detyra e këtyre gjimnazeve ka qenë ti tërheqin nxënësat që janë të talentuar në matematikë edhe në shkencat eksakte. Ka qenë një gjimnaz shumë i vështirë.
me njëherë në mujën e parë, une në vitin e parë mbeta e vetmja vajzë në gjenerat. Një gjenerat para me nuk pata asnjë vajzë. Ishte asë gjimnazi që me tentu sa ma shumë me I largu edhe me I bajt vetëm ata që janë me të vërtet të fort. Ishte largë, s'kishim telefona mobile, as internet, as kur gjo, ishim si me qenë në një planet tjetër, pa mundësi të komunikimit, 14-15 vjeqe isha. Edhe në pas vitit par, ishte tepër sfiduse edhe thash, shote poshtë nuk jam për këtu. Duhet I kje dhe une. Edhe u ktheva në Prizren. Shkova në gjimnaz edhe najta plot 2 javë. U riktheve prapë në Prishtinë? Po. Gjatë aty 2 javëve po që une nuk isha ajo të uta e Prizrenit para se me ardhe në gjimnaz. Që kisha zhvillu atë qëndrueshmërinë. Ndoshta në qatë moment më duk që nuk e kam. Po kur u ktheva e po është që vendi im është atje. Vendi im është me u ballafaqu me sfida. Vendi im është me e fitu ato sfida edhe me tregu që muj. Edhe mas 2 javë e mora prap torbën edhe u nisa për Prishtinë. Shkova te drejtori edhe I thash drejtor, u ktheva, mundesh prap me më regjistru. Dhe cila ishte përgjigja në këtë rast? Oj te kom ditë që kthehesh as që të kom të regjistru kur. Tha het shkon klas. Ndoshta ky ka qenë ajo që thojnë fatin në fatkeqësi, ta themi ashtu. Nuk besoj që ka qenë fat. Unë mendoj që drejtori më ka njoftë në atë moment më mirë se sa që e kom njoftë unë veten. Ndoshta për shkak të moshës së re apo diçka apo sfida që mu ka duk tepër e madhe, po ai më kish pas njoftë mirë edhe ka thonë e kom ditë që kemu kthyve që kom prit ditën, as ti kom hjek dokumentet, hajt shkon klas. Edhe që shka qenë ky rrugtimi pastaj, e tha që ke qenë vetmja vajzë në atë gjenerat. Po, një gjenerat para me asnjë. Sa ka qenë vështirë me qenë në mesin e gjinisë mashkullore në këtë rast? Ka herë mendojsha që edhe unë jam djalë. Po që thojnë me kanë të shpohësh. Po, edhe shkojshim edhe në karate bashk. Po s'ko mujt me shku në balet, se kërkush nuk shkoj kja aty në balet. Ose në vrapime, ose në këto olimpiadat e matematikës e tjera, po mendoj që qaj gjimnaz më ka formësu, ka bo sot kush është e uta. Më ka formësu që pengesat gjithmonë kanë me qenë aty. Më ka forcu me mendu që nuk ka pengesë që nuk të I kaluat. Më ka formësu që kur ka shumë pengesa, me kërku rrugën në mes të pengesave dhe me I kalu. Edhe me thonë, nesër është një ditë e re, edhe ti ke forcë me I kalu edhe me ecë. Edhe pasat I gjimnazit mendoj që fakulteti ka qenë shumë I lehtë, ndonë se ka qenë fakulteti elektros ma I vështiri, po mu nuk mu ka duke I vështirë, sepse ai gjimnaz më ka formësu jo vetëm si karakter të fuqishëm, po më ka formësu edhe me dije shumë të mirë, shumë të në matematik, në fizik, në astronomi, në shkencat eksakte dhe atëherë fakulteti ka qenë vetëm një vazhdim I asaj mënyre të mësimit, I qëndrueshmërisë, I kërkesës për të arritur diçka dhe për të mos parë pengesa në rrugtim. Të uta të rinjët sot e kanë shumë vështirë ndoshta t'i qasën tregut të punës, pavarësisht që mi krahasu kushtet sot me atëherë janë shumë të mira. Si ka qenë për ty pas përfundimit të fakultetit, sa ka qenë e vështirë rruga për me depërtu në tregun e punës? E përmende që ke qenë në Prizren, keni pas ato zyret e juja në fillim, sa ka qenë e vështirë hapat e parë që me mbrisot këto ku je? Në kohën kur unë e kom kry fakultetin, nuk ka pas edhe qatë shumë inxhiniera. Ka pas fabrikat më dha që kanë pas nevojë për inxhiniera, edhe unë vetëm një muj kom prit, edhe me njëherë jam punësu, se ka qenë kuadër I kërkum, dhe aty ka nisë rrugtimi im I punës. Në krahasim me atë kohë, sot është një kohë ndryshe, ku ti nuk
nuk e ki punën e cila po të pret. Nuk e ki të sigur që njëherë kur hinën punë dhe në pension të të rinë aty. Po vazhdimisht duhet të kërkosh punë të re, vazhdimisht duhet të avancohesh që të jesh i përgatitur për këtë tregun e punës. Kur ju thash pas rikthimit tim, pas shërbimit publik që e pata në inxhinieri prap, rikthimi nuk ishte i lehtë as pak. Gjuhët programuese të cilat unë i kom punu këta 3 kursi kanë dëgju. Ndryshimet ishin tepër të mëdha dhe me thonë drejtën ishte edhe një herë një bisedë me Teutën, oj Teut ka e nisë. Atëherë vendosa me u rikthy ashtu që u bona studente. Regjistrova klasat e masterit, një grumbull të klasave, diku një 13 i kom kry në Universitetin e Luksemburgut. A mësova inteligjencën artificiale në fundament, jo me t'nime, po qysh programohet, cilat janë backtracking algorithm, qysh mëson maqina, çka është mësimi i thellë i maqinës, cilat janë programet, matematika ishe njëjtë, që ato që ma kanë mësu mu. 1+1 2. Jo, inteligjenca artificiale ka matematika shumë tra. Janë tezort, janë derivatet, janë gradientat, janë, do me thonë, është një matematik bukur, lineare dhe jo lineare, e cila qëndron në mbas inteligjencës artificiale, natural language processing dhe një grumbull tjera atëre, i thash Teut, tash mundesh me fol. Tash mundesh. Për inteligjencë artificiale dhe mundesh me thonë që je inxhiniere, po jo me dijen e moqme, po e përforcume edhe me dijen e sotme. Përveç asaj, në institutin, në njërin prej instituteve më të njohura në botë në Vjenë, u certifikova si Certified Digital Transformation Expert. Pastaj, mas asaj si Certified Management Consultant, dhe në dhjetor të vitit kalum e mora edhe një certifikim me ISO 42001, ajo është Artificial Intelligence Management Lead Implementer. Dhe me këte nisa karrierën tjetër, karrierën e konsulentes, në fushën e teknologjisë, në fushën e biznesit, në fushën e digitalizimit dhe në fushën e inteligjencës artificiale. Dhe prej vitit kalum jam edhe profesoresh në AAB, në kolegjin AAB. Jam një prej bartëseve të programit të ri për inteligjencë artificiale dhe për marketing. Dhe në ndërkohë studentëve ju mësoj bazat, databazat, ju mësoj algoritmet, ju mësoj strukturat e të dhënave edhe gjëra tjera. Sa ka interesin prej të rive sot në këtë sektor të inteligjencës artificiale? Mendoj që inteligjenca artificiale është aja poster kid që është bo shumë e kërkuar. Edhe nuk kanë faj pse është e kërkuar. Para 2023 në janar, pak kush e ka ditë çka është ChatGPT-ja. Sot e ki problem i gjetë dikon që nuk e përdor. A e përdorin mirë, ajo është çështje tjetër. Po në çdo fushë tash kërkohet ajo. Një send tjetër është që shumica mendojnë që ChatGPT-ja është AI, apo këto modele gjykësore është AI. Jo. Modele gjykësore janë vetëm një pjesë e vogël e inteligjencës artificiale. AI fuqin më të madhe e ka në automatizime, e ka në kërkime, e ka në shëndetësi, në zbulimin e rasteve të kancerit, në zbulimin e rasteve të smundjeve, e ka në bujqësi, në zbulimin e territoreve ku mundet me anis një smundje, një insekt me e damtu, e ka në energjinë solare, ku panelat solar, përpara i kanë pas 2 modi verës edhe i dimnit, ku janë kthy simbas modit. Sot ato janë me motor të lidhun edhe e njekin diellin si lule dielli. Ka të shkon dhe rrisin efikasitetin. Dhe automatizimi i biznesit edhe gjëra tjera janë sendet të cilat AI ka depërtu në çdo pikë, në çdo fushë, në çdo
punë në jetë të secilit. Dhe interesimi është a jemi mjaft përgatitur për këtë, nuk e di, se në qoftë se dëshirojmë AI ta mësojmë ç'është duhet në programim, na duhet ta kemi një matematikë të fortë mbrapa. Po jo çdo kush ka nevojë me qenë programer Patjetër. i AI-it. Dhe sa të flas për AI, unë e ndaj në 3 fusha. Fusha e parë është këta që programojnë, edhe që duhet të jenë të njoftuar jo vetëm me gjuhën Python apo R apo mësimin e maqinës, TensorFlow e tjera. Po ata duhet jenë të pajisur edhe me atë dijen e etikës në AI. Duhet të jenë të pajisur me dije cilët janë paragjykimet që datasetat i kanë në AI. Dhe a janë tu prodhu ata një software i cili është pa paragjykime, pa biases, apo është software i cili do ta damton një gjini, një kategori të njerëzve, një kategori të punës e tjera. Domethënë këto kur të flasim për gjenerimin, për krijimin, ne jemi tu fol vetëm për ata që dinë me programu, po duhet të jetë etika. Fusha e dytë që është tepër e rëndësishme është fusha e regulativës. Që aty jam tu avansua dhe tu e gjetë vetën ma tepër të regulativa e AI-it. Për momentin është EU AI Act, i cili e rregullon edhe i ka 4 nivele të kujdesit deri te niveli që është i ndaluar i profilizimit të njerëzve, të personave, dhe ajo duhet të transpozohet në legjislacionin ton, në legjislacionet vendore. Janë edhe disa tjera, po ky është për ne ma kryesori që duhet të transpozohet. Në këtë shtyllën e dytë, ka të bëj me institucione, ka të bëj me qeveri, ka të bëj me agjencione, ka të bëj me kompani të mëdha, me organizata. Dhe ajo është, a jemi na të përgatitur që njerëz ti orientojmë në punë të reja që do të shfaqen dhe punë tjera që do të vdesin, që nuk do të ekzistojnë. Ma si shoqëria jemi të ditë me përdor atë sa duhet. Nuk mendoj që duhet të lihet shoqërisë vetëm. Unë mendoj që kjo duhet të jetë detyrë e qeverisë, duhet të jetë detyrë e parlamentit, duhet të jetë detyrë e institucioneve lokale dhe qendrore. Jo vetëm ta bojnë transpozimin e direktivave, po edhe të punojnë me programe të avansimit të njerëzve të cilët do ta përdorin. S'ka nevojë krejt me qenë programera edhe me ditë këtë TensorFlow, po secili duhet me qenë i pajisur me dije që ta përdor. Edhe shtylla e tretë është secili ka nevojë të mëson veglat e AI. Veglat të cilat i duhen në punë. A do t'jetë ajo ChatGPT, a Perplexity, a Manus, apo diçka tjetër, a do t'jetë Nano Banana, apo për marketing, për gjenerimin e videove, tjera, a do t'jetë një software i specializuar për HR, a do t'jetë software i specializuar që do të përdoret prej kompanive të sigurimeve, prej bankave, apo do t'jetë një software i cili do të identifikon smundjet në mjekësi apo në bujqësi e tjera. Domethënë secili duhet të jetë i pajisur, s'ka nevojë me kriju. Sikur ne kemi telefonat, pak njerëz e dinë çysh funksionon brenda, as nuk ka nevojë mi ditë. Po duhet mi ditë mi përdor, me thirr, me browse nëpër internet, me dërgu, me bo fotografi e tjera. Prandaj mendoj që në çdo 3 fusha a jemi të gatshëm? Jo. Po nuk është vetëm Kosova. Është një zhvillim qaq i shpejt i inteligjencës artificiale, sa edhe shtetet më të zhvilluara janë në faza të adoptimit, të kërkimit të terrenit, të rirregullimit se çka nevojitet edhe çka duhet. Teuta qysheshe Kosovën sa i përket transformimit digital në këtë rast? Sfundmi tashme në qeverinë në detyrë që është kriju edhe ministria në këtë. Është shumë lajm i mirë që kemi një ministri të digitalizimit, edhe mendoj që ministri është personi shumë adekuat, e ka dijen prej teknologjisë, plus ka ndërtu edhe eksperiencë në institucione, dhe mendoj që është një lajm i mirë që e kemi Lulzonin aty. Sa i përket digitalizimit, Kosova
në njëra anë nuk qëndron kaq, përkundrazi, internetin e kemi në çdo cep, dikun është më i fortë, dikush më pak, po krejt Kosova është e mbuluar me internet. Në anën tjetër, përdorimi i internetit prej të gjitha moshave është tepër duket edhe për numër të telefonave, kemi ma tepër telefona të regjistruar se çka kemi njerëz. Vërtet. Po në anën tjetër, çysh është u përdor? A është u përdor për scroll? A është u përdor për gjetje të punës? A është u përdor për diçka tjetër të nevojshme? Aty pastaj vim në një degradim edhe në çalim. Po në qoftë se shihet mbulueshmëria me internet, në qoftë se shihet përdorimi i telefonave të mençur, atëherë mendoj që infrastruktura është e gatshme dhe nevojitet rregullimi që njerëz të përdorin për nevojat e tyre e jo vetëm për humbjet kohës. Po, në momentin kur ka filluar mu përdor ChatGPT-ja dhe inteligjenca artificiale në Kosovë, përmendën në vitin 2023, gjithë e kena pas atë frikën që tash kanë zvoglu vendet të punës, nuk ka me pas më logjikshme. Fillim mendojshim që inteligjenca artificiale ka me i largu njerëz të cilët nuk kanë ndonjë shkollim të lartë apo white collar, po veç blue collar people me punë të repetitive që do të largohen. Po me kalimin e këtyre viteve kemi pa që ma tepër janë të atakum njerëz të cilët kanë kualifikime, njerëz të cilët programojnë, njerëz të cilët me një automatizim puna e tyre është largu. Kemi pa me 10.000 njerëz që janë largu prej Amazonit, prej Microsoftit, prej Googlit. Ata nuk kanë qenë këpuctar, as nuk kanë qenë bukpjeksa, as nuk kanë qenë ata që i ndreqin qeshmet e rubinetat, po kanë qenë programera, kanë qenë njerëz të cilët kanë punë jo vetëm programera, po kanë qenë ndoshta HR, kanë qenë në financa edhe në vende tjera, të cilat pikrisht ky AI i ka zaventsuar në punën e tyre. Çka duhet në të ardhmen, çka nuk mundet me e zaventsu? Mendoj që këto punë jo thojt, jo flokt, ato kanë me mbet. Edhe ata që vinë mi ndreq kronin apo... Po daljen në rilsat këtyne pajisjeve të rregullimit të flokëve, kështu që... Së shumë e sigurt ndoshta që edhe kjo. S'po di, ndoshta na kemi dëshirë, edhe pse kemi telefona, ende kemi dëshirë me një aparat profesional me u fotografu, ose mundesh me i bo flokt për 5 euro, po kemi qef me shkute ai frizeri që t'i bon 100 euro. Do me thonë ajo, për shka po flasim? Po flasim për atë pjesën njerëzore, e cila nuk zaventsohet me logjik. Do me thonë, profesionet që kanë të bëjnë me njeriun, që kanë të bëjnë me soft skills, me aftësi të buta, profesionet që kanë nevojë për një mendim kritik, janë profesionet të cilat nuk do të preken, se në fundit AI nuk ka kreativitet, nuk ka inteligjencë. AI e ka aftësinë marramendse për me mësu prej sendeve që ka ekzistojnë. Edhe në bazë të atyne me kriju diçka. Po njeriu e ka të inteligjencën që bën inovacion edhe gjen diçka që nuk ekziston. Prandaj mendoj që këto aftësi të cilat janë përfundi korteksit. Po. Se inteligjenca artificiale truni si është e zaventson korteksin, e zaventson këtë pjesën e logjikës, pjesën e ftoft, të thonë, pjesën e marrjes së informatave dhe ndërtimit të një modeli. Po përfundi korteksit është pjesa emocionale. Është pjesa e inovacionit, është pjesa e dashurisë, është pjesa e kërkimit të diçkajit, është pjesa e cila jo çdo herë lidhet me logjik. Prandaj shpresoj që kur s'ka vete për tu aty. Shpresoj.
edhe nuk do t'i humbë vendet e punës. E përmende që do më thonë me fillimin e inteligjencës kompanitë shumë të mëdhaja kanë largu, ndoshta edhe që kjo ka qenë një farë lloj sinjali pse te ne në Kosovë ka pas frikë që robote edhe të ne i kanë largu. Që sheshe këtë... Edhe të na i kanë largu, bile më kujtohet me një konferencë kemi qenë edhe pronari një kompanie me shumë krenari tregoj që i ka largu 3 marketing dizajnera. Edhe nuk më do ka s'pak mirë. Të nesër më isha me një konferencë tjetër, a ishte burr. Të nesër më shkova me një kompani tjetër, ku pronari ishte gru. Edhe tha, mu dasht me i largu 2 dizajnera grafik, po tha ju gjeta punë në një sektor tjetër. I ka zhvendos. Për dallim prej atij burri që ju ka tregu derën ku është edhe ka thonë, ai tash më rregullon shkelja. Po ka me i largu, prandaj që kjo fusha e tretë, që tha shtylla e tretë, që na duhet t'i rikvalifikojmë njerëzit. T'i rikvalifikojmë që t'i përdorin AI-in edhe të gjenë punë të reja, sepse AI ka kriju punë të reja. E vërtet. I ka hup një pjesë, po ka kriju edhe ma tepër. Si kur çdo revolucion industrial, që një pjesë të punëve i qatë jashtë përdorimit, krijon punë të reja. Edhe mendoj digital marketingu digital nuk ka ekzistu pa internet. Se s'ki pas ku mi qitë. Po. E ki qitë në radio, në televizion. Nuk është që po interneti i ka dhonë tamam një revolucion për marketing digital. Edhe ka kriju shumë njerëz që kanë gjetë punë aty. Njëjtë edhe me inteligjencën artificiale duhet të jemi syqel, po në qeveria, institucionet, duhet të jenë edhe ma syqel edhe të mundsojnë njerëzve që munden me metë pa punë, që të rikvalifikohen edhe të gjenë punë të reja të cilat i ka kriju AI. Sa është e rëndësishme që gratë me qenë të përfshime në sektorin e teknologjisë edhe me avancimin e AI-t? Tepër e rëndësishme. Bile do të kthehem në këto biases apo paragjykimet. Inteligjenca artificiale qëndron në 2 shtylla, qëndron në big data, në dataseta edhe qëndron në machine learning. Datasetat janë të mbushur me shënime edhe interneti ka kriju tepër shumë shënime të cilat nuk kanë ekzistu përpara. Mësimi i maqines duhet jetë mëson prej këtyre datasetave edhe jep prediction, jep parashikime. Që ato e bën machine learning. Ndërsa programi i inteligjencës artificiale në bazë të këtyre parashikimeve merr vendime. Për shembull, mundet me thonë 95% që kjo fotografi janë qelizat e kancerit. Po. Atëherë, sepse ka mësu prej fotografive të ndryshme të qelizave të kancerit, edhe thot 60%, 90% që kjo është kancer. Atëherë, AI merr vendim çka me bo. Nëse është e lidhur me operacion, se tash robotat edhe operacionet i bojnë. Mundet me hi edhe mi bo operacion edhe me e largu ato. Por, këto big data janë plot me paragjykime. Në njërën prej konferencave ku isha në një fireside chat me një drejtor të një banke të këtuhit. Edhe i thash, e di se në qatë rreth jam, qatë ekosistem jam, thash e di që krejt bankat keni nisë me bo programe që bazohen e AI. Po, tha edhe na, thash sa mirë. Thash edhe besoj që keni bol dataseta. Tha na jemi banke vjetër, kemi informata tona, s'kemi nevojë me lyp kërka. Okej. Thash, a e din që në qato dataseta që i keni ju, thash 9 prej 10 njerëzve që marrin kredi janë burra? Ja, bre. Ali thash, a 8-2. Thash, në qofse maqina, qofse softverin që jeni tu e ndërtu ju, e ushqeni me këtë dataset. Ai ka me marrë vendime që në qofse garojnë burrat edhe gratë ka me qitë jashtë. Sepse qështu po thot shënimet. Datasetat po thonë gratë veç 2%, 1% edhe tjerë të largoj.
Thash, a keni ndërmarrë në send me u siguru që çato datasetat nuk i kanë paragjykimet mbranda, sepse nëse i kanë gratë me centrifug kam i qitë jashtë. E na jemi tu fol për një çështje shumë të rëndësishme, si bankat, marrja e kredive e tjera. Në të njëjtën kohë, tash mos ta marr vetëm gjinin. Po. Nëse janë shoqatat e sigurimeve. Shoqatat e sigurimeve e kanë datasetat e vet. Secila kompani. Edhe nëse i kanë edhe bazohen në bazë të atyne, atëherë mundet me qenë paragjykimi që nëse janë të kësaj mahallës, janë të papërshtatshëm. Sepse ka pas 2 zjarre aty ose diçka. Edhe automatikisht i eliminon. Prandaj, nëse nuk e kemi gratë mbranda gjatë dizajnimit, qoftë ai software i bankës, apo software i sigurimeve, apo një software i shëndetësisë, sepse deri vonë ende ka tepër shumë paragjykime biases në shëndetësi, ku për shembull cardiac arrest infarkti, Po. nuk është i njëjtë si te burrat si te gratë. Edhe deri vonë gratë që kanë pas pacemaker, pjesa më e madhe kanë vdek, sepse çaj pacemaker është dizajnu në bazë të parametrave të burrave. E gratë janë nisin me pas heart attack në nivelin më të ulët. Edhe kur janë nis, ky e pret sikur te burrat derisa të vjen këtu. Po derisa të vjen këtu ajo des. Ose hajde të folim për gjëra shumë triviale që ndodhin nëse nuk i ki gratë aty. Ti kur t'ulish në kerr me vozit, çka bën mas pari? Rrypen. Rrypin? Jo, para rrypit njëherë e shtyn karikën krejt afër. Deri te vullani. Deri te vullani, nuk shkon ma tutje se halaj kisha qu. Po qatë të rrypin i cili për burra rrin shumë mirë, si prej kërkon. Po. Ti kur të afrohesh, E vërtet. ku vjen të qafa. Te qafa. Edhe ta në kohën duhet ose nëse ke diçka me jak, me shti, në mes, ose Me gjatë gjetë vozitjes zgjidhje me largu. veç me e largu, do me thonë ti e largon dorën prej timonit. Ose a i kipo edhe te Klan Kosova e ka një hymje katastrofale, e ka një hymje seksiste, e ka një hymje që i rëzën gratë, krejt janë do kuba katastrofal që t'hin shtikla aty. Se kanë marru ata rrugën. Jo mëre është mbrana aty, për me hyjtë e dera, po, se di kush e ka bo, kushdo që e ka bo, katastrofe ka bo. Edhe te parkingjet, a i kipo, i bojnë do kësi bloka me do gavra aty, se duket bukur kur del bari. Po bre, duket bukur për një burr që e ka komën që kaq. Edhe nuk e dallon ato. Po une edhe ti kur dalim pe aty, ja shtiklla ka me mu thy, ja koma ka me mu laku. Sepse dizajni kur është bo, është mendu për burrat. burrat e kanë bo. Me pas që një gru që aty kishtë donë, hej, nalu mëre, prit pak. Tash para mendo këto shembuj që nuk janë as pak naive, po shembuj të cilat ti i has gjatë gjithë jetës. Ndoshta ndonjëherë as nuk i mendon. Para mendo kur të merr vendimet një software inteligjent, një software që ka fuqi enorme e ti nuk je aty. E vërtet. Do me thonë ka me damtu Rezultati në ka me kredi, qenë. ka me damtu në sigurime, ka me damtu në mjekësi, ka me damtu në punë. Prandaj mendoj që tash nuk është më pyetja e përdor ChatGPT-n. Po është pyetja Sa den me përdor. a jemi të vetëdijshëm për etikën? A jemi të vetëdijshëm që AI me qenë human centric, me qenë rreth njeriut, që me i shërby njeriut në jetën, në punën, në përditshmërinë e tij apo të saj. Të utën krejt këtë rrugtimin tënd maratonik, ta quaj ashtu, qa është diçka që hala vazhdon me të motivu edhe pas 30 vjeteve që ki karrierë? Unë jam një person shumë kurioz, edhe ta në kohën kom dëshirë me mësu edhe diçka, me mbërje edhe diçka. Qëtash kom kry 4 semestra prapë në Universitet Luksemburgut për project management. Edhe besoj shpejt, aty 6 deri në 8 jave e lëshojnë edhe certifikatet, kom i pas edhe një certifikat 3.
Unë e foli 6 gjuhë, po kom qef mi mësua edhe gjuhën e 7. Do me thonë, gjithmonë me qenë e knoqën me ato që kam, po jo mjaftueshëm që me tentu me mësua edhe diçka të re, me mbri edhe diçka të re. Dhe mendoj që ky është një motiv të cilin gjithmonë e kam pas, edhe besoj që kam e përcjell gjatë krejt jetës. Për fund, çka e kishe thonë një vajzë të re që sot synon me u inkuadru qoftë në fushën e diplomacisë, qoftë në teknologji, inovacion, po ndoshta ende nuk është e përcaktuar edhe ka frikë se cilën prej fushave me ju drejtu, cili kish me qenë mesazhi yt? Frika është sendi më normali në botë. Po mendoj që secila ka shumë ma tepër kapacitet, shumë ma tepër dije, shumë ma tepër guxim se sa çka mendon. Çka i kisha thonë? Ose që i kisha thonë vetës nëse isha konë 20 vjeçare. Sky is the limit, thonë. Apo? Po. Do me thonë, caktoja vetit një limit të naltë. Sepse në qofë se nuk mbrin bashkë të aj limiti ke marrë diku afër. Kur mos syno për diçka të letë, po për diçka që të sfidon edhe diçka që në qofë se nuk e mbrin 100%, 99% keme e mbri. Bile, e kisha përdor këtë jo vetëm qielli është limit. Do ta përdori një fjali që e kom dëgju prej një drejtoreshës NASA-s në summitin global të Women in Tech, të cilën unë e udhëheqi degën e Kosovës. Ajo tha qielli nuk është limit. Tha na I kemi hapat e njerëzve në hanë. E vërtet. Do me thonë, asë qielli nuk duhet me qenë limit. Po caktoja vetit sa ma nalt një qëllim edhe tento me mbri atë qëllim. Që kjo është mesazhi im që tanë kohën I foli studentave, mentive, se çdo herë kam minimum ka 2-3 vajza që I mentoroj, edhe çdo kujt tjetër. Caktoni synimet, qëllimet nalt edhe punoni me mbri. Të unë falenderoj shumë për kohën edhe për krejt këto informacionet që I ndave me ne dhe për rrugtimin tënd dhe dëshiroj shumë suksese tutje. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit edhe ju që na ndoqët e ne shihemi në episodin e ardhshëm. Mirupafshim.